është nga hallet më të rëndësishme të çdo mëngjesi, sado ne e shprehim sigurisht të veshurit në një rëndësi më të dytë, por çdo mëngjes pyetja kryesore është çfarë do vesh sot. Me ardhjen e pranverës është dhe momenti që përveç natyrës që ndryshon, është dhe momenti që ne ndryshojmë veshjen tonë. Është koha për të larguar nga veshjet e rënda, të errta, të dimrit dhe për të fokusuar tek ngjyrat më të qelta, materialet më të errta, për të qenë edhe në sinkron me natyrën. Si stiliste me përvojë, si bëhet një ndrim i garderobës pa shumë stres? Pa qenë shumë i çrregull, duke hequr ato dimrit, duke i vendosur në ato katet që arrihen pak më me vështirësi dhe për të zbritur poshtë rrobat e pranverës. E mira është që kjo gjë mos të ndodhë në një ditë. Duhet të organizojmë një ditë të ndërrojmë veshjet, një ditë këpucët, një ditë aksesorët, dhe baza e një garderobe që të evitohet ky stres është materialet, veshjet që ne zgjedhim për t'i përdorur gjatë të gjitha sezoneve. Është e nevojshme të bëjmë një rikonstruktim të garderobës për të kuptuar. Kemi veshje që si kemi përdorur për gjithë sezonin e kaluar, kemi veshje që mbase këtë vit edhe nuk na bëjnë më për shkak të ndryshimeve edhe fizike. Ka nga këto që si kemi veshur edhe na kanë ngelur këtë vit për të veshur? Ne mund të bëjmë dhe blerje impulsive dhe mund të i gjendemi përballë veshjeve që nuk janë veshur kur dhe mbase as nuk do të veshen kur. Është koha për të ricikluar, për të dhuruar dhe për të zëvendësuar me veshje më praktike. Unë do sugjeroja që në bazën e çdo garderobe të kishim veshjet minimaliste, siç janë t-shirtet, këmishat, gjaketat, pantallonat, që na japin mundësi që ne të vishemi bukur dhe praktik si në sezonet e ftohta, ashtu edhe në sezonet më të ngrohta, dhe të japin një lehtësi në kombinimin dhe në ndrimin e sezoneve. Cila është veshja që duhet jetë patjetër në garderobë në pranverë? Patjetër duhet kemi gjaketa në garderobë, duhet kemi patjetër t-shirte në garderobë, t-shirti bardhë. Se je sigurt, kudo që të shkosh, në atë gjaketën përshtatesh me çfarë lloji ambient? Oversize, elegante, për ditën, për natën nuk ka rëndësi. Është e domosdoshme gjaketa, patjetër duhet kemi t-shirte në garderobë, patjetër duhet kemi këmishën e bardhë, që këtë vit do e gjejmë më shumë në nuancën e buqellit. Të shohim kudo këmisha buqelli. Pra buqelli është trendi kësaj pranvere, po më thua? Po, të gjitha nuancat e blus janë trendi kësaj pranvere. Blu navy për darkat, buqelli. Kjo që kanë veshur unë? Shkon? Po, petroli është ngjyra. Është një nga nuancat. Mos gjej kurrë se çfarë është kjo, nëse nuk më thoje ti. Do i thoja blu, do ta fusja te bluja e errët atje. Janë specifik ngjyrat ndahen në kategori të ndryshme. Okej. Meshkujt mund ta shohin si jeshila, mund ta shohin si blu, por gjithë e rëndësishme është në këtë sezon do kemi kudo edhe blun elektrike madje. Blun elektrike? Po, blun e fortë, ngjyrën blu të shkëlqyeshme për natën. Por gjithsesi moda në këtë pranverë sugjeron balancë, një balancë mes të ndjerit komfort edhe të dukurit bukur dhe elegant. Elsa, si e kupton dikush që kjo veshje i shkon apo nuk i shkon? Pra, duhet vishet me oversize, me veshje që janë pak më të mëdha, apo duhet i ketë të ngushta pas trupit, duhet të jetë koshient i vetëdijshëm për format e tij fizike apo stilin e tij të jetesës? Është shumë e rëndësishme që ne të njohim veten tonë, edhe fizikun tonë dhe të kuptojmë çfarë na bën neve të ndjehemi më komod, më mirë dhe më autentik. Shumë e rëndësishme të kemi stilin tonë, duke patur një stil specifik, e kemi shumë të thjeshtë edhe për ndërrimin e garderobës nga sezoni në sezon, apo për të eksperimentuar me diçka që më përpara nuk e kemi marrë parasysh. Sigurisht e rëndësishme është të njohim dhe fizikun, por në momentet të ndryshme mund të mos jemi dhe shumë komod, por gjëja më rëndësishme në modë është që një veshje të tregoj anën tonë më të mirë dhe të na bëjë të ndjehemi shumë komfort dhe mbi të gjitha autentik. Sado që trendet kalojnë, moda kalon, ne duhet kemi stilin tonë autentik, që na bën ne të veçantë.